Kod bëhet Holland. Projekti i tyre ka qenë që në fillim të bëjmë PIS. Unë e kam kuptuar se çfarë ishte gjykata e Hagës kur deshën të rrëmbejnë në Tiranë Dritan Goxha, të rrëmbejnë. Historia detale nuk është ajo që kanë thënë juve, sikur ka shkuar në gjykatë etj etj. Dritan e ka rrëmbyer në shtëpi me çun aeroplan direkt, pa ligj, pa gjë. Sikur tamam si një grup pengmarrësh, një grup banditësh. Dhe arsyeja që goditën Dritani ishte ja i zbuloi me dokumenta që e gjithë dosja kundër UÇK-s ishte një dosje fake e bërë nga 3 individ, të cilët mua më dolën dhe kur ja shpjegova Dritanit, ishin në strukturë hierarkike e Fondacionit Soros, të tre. Të tre ishin pjesë e Fondacionit Soros, ata shpikën për të bërë njollën e pisët të luftës shërimtare të Kosovës. Dhe unë besoj që gjithë ky gjyq, që është një gjyq kundër historisë Kosovës, ka të bëjë pikërisht me delegjitimimin e shtetit të Kosovës dhe bie plotësisht dakord që ata synojnë pikërisht ta delegitimojnë. Pse? Me paraqitje shtetit të Kosovës si një shtet i cili u ndërtua mbi baza të bandave kriminale, të kriminalëve, njësoj si me qenë Bosnjë. Ndërkohë që Kosova ka histori krejt tjetër nga e Bosnjës. Kosova ishte një vend i pushtuar 100 e ca vjet më parë, për shkak të ekuilibrit të forcave të kohës, që ne ishim të fortë, armiku ishte i fortë. Dhe Kosova u shlirua në vitin 99, u shlirua të thoja. Pikërisht mbas një shtype represive të një genocidi të dukshëm botror. Dhe ajo që bëri ushtria shërimtare e Kosovës, do ta njohë gjithmonë historia si një zgjim kombëtar, si një aftësi të popullit tonë për mbijetesë. Arsye pse në Tiranë përdoret flamuri UÇK-s vazhdimisht në shumë protesta, është krenaria dhe frymëzimi. Sepse nuk ka asgjë më të rëndësishme që ne të kujtojmë në 100 vjet e fundit. Bravo, është vitja e madhe për atë. Ta ndjekme një video pas Shaban ne kemi bashkë me Hajde Regjia. U sulmua vetura e policisë, me që rastu vran policët Nebojša Đorđević nga Prokuplja e Serbisë dhe Zvonko Jeftić nga Novo Brdo e Kosovës. Po ashtu u plagosën rëndë dhe 5 policë të tjerë, 4 nga Prokuplja dhe 1 nga Nishi. Të plagosurit u dërguan me njëherë për mjekim në Beograd dhe gjendja e tyre shëndetësore nuk është në rrezik jete. Sipas mjeteve serbe të informacionit, patrullën policore e sulmuan së paku 3 individ, përkatësia kombëtare e cilëve nuk jepet, por vetëm pasohen terroristë, të cilët e sulmuan patrullën dhe me të shpejt u larguan nga vendi i ngjarjes me veturën që i priste në atësi. Por që ka qenë aksion i suksesshëm. I parë për sukses për të vazhduar pastaj. Kada su počela bombardovanja, Milošević nas je okupio u kabinetu i rekao, đavola, jedan mladić iz neke udaljene ruralne oblasti uveo je NATO u rat. Mislio je na Zmiju, na Hašima Tačija. Imali smo informacije kada je Tači iz Rambuja ulazio preko planina na Kosovo. Angažovali smo najmanje 1000 vojnih i policijskih pripadnika da ga uhvate i ubiju. Nestajao je kao senka. Jedan od naših neuspeha je što ga nismo uhvatili, jer da se to dogodilo, to bi dovelo do razdora u ovoj kampu. Bio nam je meta još od 92. godine, ali nam je uvijek izlic. Pogledaj fotografiju Hašima Tačija sa oružjem iz 92. godine. Ovaj kriminalac je narušio mir i spokoj čak i Albancima na Kosovu kada je osnovao OVK i napadao našu policiju. Faleminderit, do të gjitje më për A po që të videoja? Pash me shumë vëmendje, edhe po mendoja gjithkohës kur e shifja. Si funksionon gjithmonë modeli amerikan i suportit të njerëzve vetëm për botë. Edhe ishte perfekte. Do të thënë, amerikanët kanë një standard të tyre se si fusin durët në çdo vend botës. Dhe fati i shqiptarëve që kanë aleat Amerikën, fati i shqiptarëve ka qenë që edhe në 1920-ën, edhe në 1999-ën, edhe 2007-ën, 2008-ën, si NATO, si pavarësia e Kosovës. Ka qenë aleati jonë në një botë që aleatët tonë të vërtet mundeshin gjithmonë. Austro-Hungarezët mundeshin gjithmonë luftra. Dhe vetmit që mund të shpëtojnë që në Amerikanët. Dhe po qesha me veten time kur shifsha gjithë historinë e Hashim Thaçit. Dhe më kthehem në kohë, se unë kam qenë në atë kohë shumë aktiv në çështjet e aspektit humanitar për kampet e fëmijëve dhe trinjve të Kosovës, dhe punoja shumë me trinjt e Kosovës në atë kohë për fëmijët. Edhe më kujtohen shumë detaje, po gjëja që më pëlqen më shumë në gjithë gjë që pash është se si paraqitet në kohën e sotme diçka e shkuar, që ka të bëjë se si amerikanët inkurajojnë individët tyre që zgjedhin
i vendosin në krye, ecin përpara, po pikërisht janë ata amerikanët që bën dhe shkaq që të përfundojnë në burgje këta njerëz. Dhe duhet kujtoj atë që të kam të ndherën e kaluar. Arsye pse u burgos Hashim Thaçi kishte të bëjë ekskluzivisht me faktin se ati thonë ti s'do të bësh marrëveshje me Trumpin, se Trumpi ka për fushat elektorale kundër nesh, kundër demokratëve dhe kundër establishmentit amerikan. Dhe marrëveshje që do bënte Trumpi me Serbinë dhe Kosovën, që për mua si Altin ngelet marrëveshja më e mirë që kemi parë me sy në 36 vjet, se njerëzit i shohin gjërat gjithmonë kaluar mbi kalë sot. Po ti e pe kthimi Rambuje, për çfarë debatesh boshë Rambuje, autonomi, referendum, ke parasysh diskutimet e Rambujes. Sa kemi ecur me të shkuarën. Sa përpara kemi shkuar për i harrojmë këto gjëra, ne. Duhet kujtoj faktin që amerikanët në vitin 2020 në shtator, kur po bënin marrëveshjen Serbi, Kosovë, Amerikë, që përfshi edhe